Kam frikë tani. Nayara Ferreira rrëfehet për Reuters. Ndihem keq, pse pikërisht unë? Çështja Nayara Ferreira, volejbolistja e Dinamos, e cila u pezullua nga Federata e Volejbollit pasi refuzoi fillimisht të nënshtrojë testi të gjinisë, vijon të bëjë shumë zhurmë, por këtë herë kjo çështje ka kaluar kufijt me prestigjiozen Reuters, që i ka kushtuar një reportazh të plot volejbollistes braziliane, duke sjellë gjendjen e saj, reagimet e protagonistëve si dhe trajnerit të Dinamos apo kapitenes së këtij ekipi. Në rrëfimin e saj, Nayara shton disa pyetje dhe pikërisht ajo dua të them, kjo është hera e parë në Shqipëri që ndodh diçka e tillë. Dhe e bën këtë me mua, pse? Kjo është pyetja ime. Cili është problemi? Në këtë situatë nuk më kanë dhënë asnjë bazë ligjore, asnjë dokument, nuk më kanë kërkuar asgjë. Nuk kanë kërkuar për shembull nga Federata e Brazilit apo diçka të tillë asgjë. Thjesht erdhën dhe më thanë, Nayara, duhet të bësh një test gjinie, kaq. Nëse nuk e bën, je pezulluar nga kampionati dhe klubi, do të mbas 10 pikë për shkak të kësaj. Në intervistën e saj për Reuters, Nayara shton se tani njerëzit e shohin ndryshe. Ndoshta njerëzit më shikojnë dhe mendojnë, a është grua apo burr? Pra, unë jam në këtë situatë tani. Nuk është diçka që dua të jem. Tani nuk ndihem me sigurt. Sa herë që dal në rrugë, ndjej sikur mund të më ndodh diçka pas kësaj, u shpreh ajo.